Përshëndetje juve, si që ju paralajmërova sot në murin tim në Facebook, sonte këto do të flas për njërin prej dy problemeve më të rënda dhe më të pasgjidhura në tër lindjen e mesme. Dy çështje janë krijuar asisoj, dy probleme janë mbjell asisoj që të mos kenë zgjidhje edhe për, mos të them shekuj, por edhe për dekada të tëra. E para është çështja palestineze dhe e dyta, edhe më e rëndë se e para, është çështja kurde. Për shkak se ditëve të fundit çështja kurdët janë bërë temë diskutimi dhe analizash të ndryshme nga njohësit më të mirë të lindjes së mesme, për shkak se problemi kurd tani më thuaj se është bërë një bërtham apo një shkak i mjaftueshëm për një luftë frontale midis Izraelit dhe Turqisë, për shkak se çështja kurde është ajo e cila do të jetë përcaktoria e së ardhmës edhe të Sirisë, por edhe të rajonit ku gjendet Siria. Unë këto do të trajtoj çështjen në mënyrë shumë precize, duke mos lënë as data, as emra dhe ngjarje të rëndësishme të cilat e fisnikrojnë dhe e ndriçojnë sa duhet problemin e kurdve apo atë që po dëshirohet të krijohet si Kurdistani në veri të Sirisë. Çështje për të cilën Turqia më shumë se njëherë ka deklaruar se është në gjendje të shkojë deri në fund dhe deri tek ushtari i fundit vetëm që të parandalohet një tragjedi e cila do të jetë avdekje për Republikën e Turqisë. Duke qenë se është e ndjeshme pra se ka emra, unë këto, siç thash edhe në statusin tim në Facebook, do ta lexoj fjalë për fjalë studimin të cilën e kam bërë kohë më parë me titull Dosja kurde, siç kam bërë edhe studime të tjera të rëndësishme rreth lindjes së mesme me po të njëjtin emërtim, Dosja kurde, Dosja iraniane, Dosja e Polisarios në Saharan perëndimore, Dosja e Kudsit, Jerusalemit, Dosja arabe, Dosja turke e të tjera. Unë do të lexoj në mënyrë që ju të kuptoni saktësisht çfarë është problemi kurd dhe t'i ikni apo t'i shpëtoni lajthitjeve të cilat paraqiten her pas here nga njerëz të cilët çështjen kurde e shikojnë nga lupa apo nga perspektiva e përvojës historike të shqiptarëve që ka dallim shumë të madh. Çështja shqiptare është krejtësisht tjetër, megjithëse me një farë formati përngjajnë në rrugtimin e këtyre dy kombeve në krijimin e shteteve të tyre, por çështja shqiptare Kosova ka dallim shumë të madh nga ajo që është si çështje kurde. Këtë shkrim fillimisht e pata botuar në Mediumin portalin në qershor të vitit 2014, e më pastaj e kam ribotuar më falni, me 22 tetor të vitit 2019 në Mediumin Gazeta Mejdani. Shfrytëzoj nga rasti ta falenderoj Telegrafin, menaxhmentit e këtij mediumi, të cilën e konsideroj më serioze në gjithë gjeografinë shqiptare sa i përket vërtetësisë dhe objektivitetit të lajmeve dhe studimeve të cilat i botojnë aty. I falenderoj natyrisht për shkak se një kohë para shumë viteve, përgjatë 7-8 viteve, shkrimet e mia i ka botuar Telegrafi në mënyrë të rregullt dhe shumicën prej tyre i ka ruajtur në folderin me titull Të gjitha lajmet nga Mustaf Bajrami, të cilën mund ta gjeni edhe sot në portalin Telegrafi. Pra, për shkak të kësaj rëndësie dhe preciziteti, më lejoni
të filloj që ta lexoj këtë studim dhe ky vërtet ka me ju vyt që ta kuptoni në saksi çështjen kurde. Historia, feja, politika, shteti dhe pavarësitë e kurdëve. Kurdët janë një popull, një etni e parafort me persët, iranianët. Historikisht, kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë në një territor të gjerë, geografik, në lindjet të mesme dhe përtej lindjes. Ky region i tyre fillon nga malet e Torosit e deri tek malet Zagros në Iran, pastaj në juglindjet të Turqisë, e më poshtë në atë që dikur njihej si Mesopotamia e tani Iraku dhe pjesa lindore e Sirisë. Kahverio, territori i pretenduar i kurdëve përfshin një pjesë të madhe edhe të Armenisë së sotshme, prek një pjesë të Azerbejxhanit dhe të Rusisë. Për kurdët thuhet se janë një popull midis 25-30 milion banor. Sot jetojnë kryesisht në regionet malore të Turqisë, të Irakut, Sirisë, Iranit dhe të Armenisë. Edhe pse përbëjnë grupin e 4 etnik më të madh në lindjet të mesme, kurdët kur nuk arritën të krijojnë një shtet të pavarur të tyre. Rrallë herë ka ndodhur në histori që një popull kaq shumë në numër e i shtrirë në një geografike kaq të madhe të mos ketë arrit të krijoj shtet të vetin të pavarur. Shikuar nga një perspektiv tjetër, historia e tyre e dhimshme është e ngjashme dhe identike me historinë e popujve të tjerë të lindjes së mesme. Edhe pse kurdët janë një popull heterogjen, në bazë të hulumtimeve antropologjike, ata rangohen si kategori iraniane. Megjithatë, populli kurd dallon për nga pamja e jashtme nga popujt tjerë të Iranit. Në për libra të historisë shkruhet se dikur një fis i quajtur Kardo, pas kështë lëvizur nga lindja e Iranit në perëndim të tij. Ai fis ishte ndal në rafshnaltat e maleve të Zagrosit dhe aty vendoset deri në ditët e sotshme. Nga ajo kohë e deri më sot, kurdët janë banorët autokton të atyre trevave. Në aspektin etimologjik, fjala kurd është fjalë shumë e vjetër që daton nga koha e Sumerëve 5000 vjet para erës sonë. Mbase, kurdi përmendet në libra të historisë që flasin edhe për Nuhin a.s. Tek Sumerët, fjala Qarda, që është përdorur si emërtim i popullit kurd, nënkupton atë që në gjuhën turke quhet mali me dëbor. Më vonë, kurdët janë quajtur edhe Akkad, që dënë të thot hero. 1000 vjet më vonë, asirianët fjalën Kardo e përdorën për kurdët që e ka kuptimin e herojit apo njeriu të fortë. Sipas disa studimeve që janë bërë historisë së tyre, kurdët ishin të njohur edhe për helenasit. Ksenofani, nxënësi i Sokratit, ishte i pari filozof helen që shkroi për kurdët. Në vitin 401 para erës sonë, ai përmend fjalën Kardaka si emërtim i një populli që kishte jetuar në territorin të cilin sot kurdët e konsiderojnë për advet të tyre. Ksenofanin nënvizon se ky popull ishte trim dhe jetonte në përmale të larta. E nisa me historikun e kurdëve, për të mos u ndalë tepër gjatë këto, por që më vonë do të shihni se si rrjedh përvoja e tyre në për historinë e dhimbshme të cilën e paskeshin pas fat kurdët në rajonin e lindjes së mesme. Kthehem në leximin e temës.
Para se të pranojnë islamin, kurdët i takonin fesë Zoroastre, sikur edhe persianët. Kur ushtria muslimane pushton Persin, shkatron perandorin kurdo-persiane dhe nga jo kohë, sikur edhe iranianët, kurdët pranojnë fenë islame në shumicë dërmuese. Më vonë do t'i takojnë botës sunnite, ndërsa pjesa tjetër e populatës së asaj perandorie kurdo-persiane, iranianët pra do të krijojnë atë që më vonë quhet medhhebi shii. Është interesant të përmendim faktin se megjithëse që persët, iranianët pranuan islamin, ata përkundër kurdëve asnjëherë nuk pranuan në tërësi kulturën arabe e cila po përhapej krahas përhapjes së islamit. E gjithë kjo tregon për qëndresën persiane dhe për patriotizmin e tyre nacional karshi invazionit të kulturës arabe. Nga ana tjetër, kurdët, si shumë popujt të tjerë të rajonit, nuk arritën t'i bëjnë balë fuqisë impozante të përhapjes së mendimit, kulturës, fesë dhe civilizimit arabo-islam. Së këndejme, përgjatë historisë e deri në këto momente të kësa po flasëm, kurdët do të jenë pjesë e pandashme e sunnitëve, ndërsa persianët do të rrinë besnik mësimeve shiite që në fakt janë mësime islame të brymosura deri në palës me ngjyrime etnike persiane. Shikuar nga perspektiva fetare, pra, pjesa dërmuese e kurdëve janë musliman sunnit, por ka edhe shii dhe alevi. Nga ana tjetër, pjesa më e madhe e iranianëve janë shiit e një pjesë e vogël e tyre sunnit. Kurdët sunnit i takojnë medhhebit e Shafi'i në fik me përjashtim të një numri të tyre të vogël që janë Hanefi. Gjithashtu, prej kurdëve ka edhe Yazidi, Zoroastrit, të krishter dhe me fe hebreje. Nuk duhet harruar edhe një fakt tjetër të rëndësishëm, kam thënë në shkrimin e botuar kohë më parë. Pas pranimit të islamit, kurdët i dhanë kulturës dhe civilizimit islam një numër të madh dietarësh dhe shkencëtarësh. Amidio, Shemseddin Shehrazio, Ebul Fidai, Ibn Salah el-Kurdi, Mubarak el-Mustafi, Sirajuddin Urmevio, Ahmed el-Ashnevio, Musa Kemaluddini, Ali ibn el-Esirio, Tajuddin Kurdio e Fahreddin Ahlatio janë vetëm disa nga emrat e njohur gjigant të dietarëve musliman që kanë dalë nga etnia kurde. Përgjatë perandorisë osmane, kurdët, njëjtë sikur edhe popull tjerë shtet formues dhe pjesë e civilizimit osman, nuk ishin si etni e pavarur, që nga fillimi i perandorisë e deri në shekullin 19, atëherë kur fillojnë lëvizjet nacionaliste brenda shtetit osman për të shpërndar dhe shpërbër perandorinë osmane, kurdët deri në këtë kohë ishin pjesë e pandashme e tërësisë demografike dhe civilizuese të perandorisë osmane. Me daljen në pa televizjeve nacionaliste, fillimisht safavide iraniane, edhe kurdët, sikur edhe disa popujt të tjerë, ngritën zërin e tyre për atë që më vonë do të quhet kombi kurd. Deri në këtë kohë, thuajse të gjitha etnit që përbënin shtetin dhe civilizimin islam osman, pra edhe shqiptarët të gjithë dhe pa asnjë dalim njiheshin ose vetëm sipas përkatësisë fetare të tyre ose vetëm sipas përkatësisë medhhebiste. Të gjithë, megjithë që u shkruan libra të tërë në lidhje me historinë e kurdëve, vetëm në kohët e fundit, bota është marrë seriozisht me ta.
Dhe kjo në fakt nuk është e rastësishme. Politika është ajo që i nxit historinë dhe historianët të merren me kurdët, më shumë se sa të merren si një entitet nacional në kuptimin modern të kombit, se sa të merren me ta si një popull me një tërësi dhe me një histori të atill që duke marrë për bazë historinë e tyre kombëtare nacionale të kenë edhe ata sot shtetin e tyre sikur kombet dhe etni tjera në rajonin e lindjes së mesme. Shikuar nga rrafshi analitik i historisë, e kaluara e këtij populli është shumë e paqartë. Në rastin më të lehtë është e panjohur mirë, e pashkruar mirë dhe ka plot dallime e divergjenca stërmadhime në të. Kjo ndodh natyrisht për shkak të rrugtimit të këtij populli në përhistori, si dhe varësisht prej interesave të fuqive të ndryshme, historianët e të cilave fuqi merren me lindjen e mesme dhe me dosjen kurde. Së këndejmi, përderisa historianët kurd shkruajnë me shije e informata të ndryshme, shumë herë kundërthënëse mes vete, për territore, data, vite e ndodhi në favor të etnikumit që i përkasin, popujt përreth, si arabët, turqit, iranianët, ermenët, historinë kurde e kanë shkruar dhe vazhdojnë të shkruajnë në bazë të interesave nacionale dhe politike të tyre. Tragedia e këtij populli pra konsiston pikërisht në mungesën e aftësisë dhe sensit shkencor të vetë kurdëve për të shkruar historinë e tyre si dohet, me fakte dhe mbështetje në teza e teori të mirëfillta dhe të qëndrueshme shkencore. Në vend të gjithë kësaj, librat e tyre të historisë janë të stërmbushura me legjenda, gënjeshtra, stërmadhime, fetishizma të atill që rrallë herë sot u hynë në punë në përdiqëmërinë e tyre. Historia është një ndër elementet bazë të cilat i ndihmojnë edhe zhvillimeve të politikave të kombeve të ndryshme. Edhe në perëndim, sikur edhe tek ata vetë, ka dallime të mëdha sa i përket shkrimit dhe leximit të historisë kurde. Përderisa disa historian anglo-sakson shkruajnë më tepër në favor të popujve tjerë të rajonit, por jo të kurdëve, disa historian francez, holandez e rus përpilojnë tekste me gjuhë e cila e favorizon çështjen kurde më tepër se të kombeve tjera fqinje të kurdëve për të krijuar konflikte dhe mosmarrveshje midis kombeve të rajonit. Gjithashtu, shikuar në historinë kurde, ata janë populli më i pafat në lindjet e mesme. Si etni që janë, sidomos në 100 vjetët e fundit, kurdët në Turqi kanë kaluar më mirë se në cilin do vend tjetër të lindjes së mesme. Këtë e thojnë faktet dhe këtë e thojnë edhe vetë kurdët. Në për shumë vende arabe derivon, ata nuk kanë guxuar të deklarohen për atnin e as për etnin e tyre kurde. Në vend të kësaj, ata janë deklaruar ose arab, ose iranian, ose armen, varësisht prej vendit ku kanë jetuar. Kështu, rënja e perandorisë osmane shkaktoi një disbalancë të madhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Një pjesë e madhe e botës mbeti në mjegull, ndërsa regionet të tëra mbetën pa kufi administrativ e pa udhëheqje politike. Bota ishte në një kaos të madh. Sikur shumë pjesë tjera të botës, edhe lindja e mesme filloi të ribëhej në një atmosferë të këtij mjegullnaje.
Shtetet bashkohore të lindjes së mesme linden nga shpërbërja e Perandërisë Osmane dhe nga ujdit dhe marrëveshjet që pasuan luftën e parë botërore. Rënja e Perandërisë Osmane i la popujt e regionit ndoshta të gatshëm për të ndërtuar shtetet e tyre, por të papërgatitur skajshmërisht të përballen me sfidat që po i sillte sistemi i ri ndërkombëtar. Për shkak se deri atëherë, marrëdhëniet dhe komunikimi i kësaj hapësire gjeografike me fuqitë e Evropës kalonte përmes Stambollit, arabët, kurdët dhe popujt tjerë të lindjes së mesme nuk kishin eksperiencë të mëparshme të mjaftueshme diplomatike. Mbase arabët nuk kishin as mundësinë të shpreheshin teksa po ceptohej atë dheu i tyre në orientimin dhe menaxhimin e lidhjes së kombeve. Lindja e mesme u nda midis fuqive fituese si një formë e re koloniale e njohur me termin mandat. Brenda kufive të këtyre shteteve lindën lëvizje nacionaliste të cilat nga njëra anë i kundërviheshin sistemit kolonial e nga ana tjetër kundër njëra tjetrës. Shtetet arabe si entitete tashmë të ndara filluan fraksionalizimin dhe përleshjet e brendshme si dhe kacafytjet mes vete, disa herë edhe me lufta frontale. Kështu, gjysma e parë e shekullit 20, lindjes së mesme, i soli shumë të reja, shumë të papritura dhe e prurin në një gjendje koloniale të tërbushme dhe të mjerueshme. Pa shkak të pasurive të mëdha ekonomike që i ka lindja e mesme, pa shkak të pozitës së ndjeshme gjeostrategjike dhe teje të rëndësishme, pastaj burimet e energjisë, kultura, historia, struktura shumë gjyrshe, fetare, sektare, etnike, e pra, së këndemi edhe teritori i kurdve u bën mallra pazaresh mes fuqive të mëdha që po e coptonin lindjen e mesme. Ato u bën edhe viktimat e para të një bote të re që po linte. Duke mos dashur ta zgjas pra videon e të ju mundoj të përcjellni më shumë se 20 minuta, unë po e ndërpres këto në mënyrë që të vazhdoj videon tjetër e të cilën do të postoj 2 orë pas kësaj që do të shihni tani dhe aty do të mësoni se nuk është Turqia ajo e cila e ka ndalu krijimin e shtetit kurd, përkundrazi, por është pikërisht Britania e Madhe ajo e cila pas shpërbërjes së Perandërisë Osmane veto dhe e ndalon me ngulm krijimin e Kurdistanit. Përse? Sepse paraprakisht britanikët ishin marrë vesh me Sherif Husseinin, mbretin e Irakut, dhe me një pjesë të liderëve politik të atëhershëm të Arabisë Saudite, që të krijohet një Irak, një mbretëri e madhe dhe natyrisht ishin marrë vesh si kompenzim për këtë që vendet arabe, kombet arabe ta luftojnë Perandërinë Osmane në mënyrë që ata të krijojnë pavarësi dhe shtetet e cilat i dëshironin. Në fakt, krejt esenca ishte se britanikët, pasi ishte zbuluar nafta në lindje të mesme, ishin marrë vesh me Hussein Sherifin që burimet e naftës në veri të Irakut, aty ku është pjesa e kurdve, tu kalonin në menaxhem britanikëve. Duke ditur se janë marrë vesh me arabët dhe duke mos qenë të sigurt se çfarë do të ndodhë me kurdët në të ardhmen, a do të pranojnë apo jo, ata kategorikisht refuzojnë krijimin e shtetit të Kurdistanit. Në këtë video që do të shihni pas 2 ore, insha Allah, do të mësoni gjithashtu edhe përpjekjet kurde për shpallje të pavarësisë. Do të shihni se nuk është përpjekja vetëm e tanishme, por ka pas hiç më pak se 17 herë që është shpallën
Kurdistani si shtet i pavarur dhe 16 prej tyre si loj të cilën e kanë bërë fuqit vendimarrëse perëndimore në lindjen e mesme. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.